BDI është mbledhur në selinë e saj në Reqiz të vogël, ku sipas Arber Ademit, veç tjerave, do të diskutohet edhe për zgjedhjet e ardhshme lokale. Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, zoti Ali Ahmeti, ka konvokuar takimin e radhës, seancën e radhës të kryesisë qendrore të Bashkimit Demokratik për Integrim, respektivisht kryesinë e Këshillit Përgjithshëm, për të diskutuar edhe për zhvillimet aktuale politike në vend, ku me kujdes mjaft të madh po i përcjellin të gjitha ngjarjet e aktivitetit, zhvillimet, po edhe politikat degraduese. Gjithashtu, kryetari Ahmeti sot ka konvokuar këtë mbledhje edhe për të ndërtuar qëndrimin e Bashkimit Demokratik për Integrim para një takimi final apo raundi final të bisedimeve me partitë e tjera politike për të performuar në zgjedhjet e ardhshme lokale.